Paraqitet si dëshmitar një proces mbi dosjen penal që po heton SPAK, që ka të bëjë me një shpërthim tritoli tek lokali i Rigel Sirajkut. Mund ta shpjegoni pak a shumë çfarë ditë për këtë ngjarje ndoshta? Nuk s'dia si gjë për këtë ngjarje, po thjesht po përgatitem për datë 6. Kam një koncert këtu në Tiranë, ku do zhvillohen Miss Universi, edhe kjo seancë u shtyp, sepse pala e dëshmitarëve tjetër janë shumë të zënë me punë, e nuk e di. Kështu që do t'i shtyve unë tani, sa herë të ke mundësi që t'jemi zënë me punë. Edhe thjesht po mbin këtu, s'dia si gjë çka ka ndodhur. Çfarë marrëdhënie keni me lart aty? Ne kam shok ngushtë. Shok në ç'kuptim? Siç keti një shoqe, ky është kuptimi. Ke shoqe ti teta? Po kur jeni zënë me kur pas konflikte me Noizin, ai ke kupton djalë gjithë, ku ardhi? Ç'a të ka thënë ai djali ty? Cili djalë? Ku e di unë, kush të ka thënë ty? A ke pas konflikte me Noizin? Po, Ku ndihmën e lart aty? ja. Ka qenë, në fakt keni qenë shoqëruar në atë kohë pas sherrit të Volga. Pra, Ti s'digja teta apo bëni e keni kështu ju ironi sokratike, bëni sikur s'dini asnjëherë gjë ju. Se ju dini të gjitha kronikën e zez, kupton? Edhe ky personi, unë jam palë dëmtuese këtu, siç është ai me tritol, unë jam me grushta. Në rregull. Po jo, këtë e diti, po s'doni ju ti përmendi. Kurse babaja ti të vje këtu dhe thot nuk e njoh. Kës njeh ai mu? Mos mjef. e një mirë keni takuar? Po mjef shumë mirë. Edhe pse ka qenë konflikt, nuk kemi pas konflikt, ne kemi pas prekje fizike. Kupton? Ai kishte relata të mira për ty, Klevior. Po dhe unë shumë relata të mira dhe ai është baba shembullor. Ka qenë për muzikë. Po problemi është që duhet marrim përgjegjësi këtu. Çka ka ndodh, ka ndodh. Po, më ka gjujt. Më çunte burgu, E kanë gjujt këta me tritol digjaun, ç'a probleme ka ky me kë i ka ky. Po tani si keni marrëdhënie? Tani marrëdhëniet nuk e di fare si i kam. Unë heci me blinda nga Afrika Noizit. Në rregull. Po se pagun leka i me më vra. Apo si dia s'kto ti? I keni raportuar këtu në prokurori? Po i kam raportu, i di dhe stresi. E njihni stresin. Keni bërë kallëzime për këtë? Jo, se s'mi merr njëri parasysh mu. Ku jeni drejtuar dhe në Kam frikë të shkoj, se s'mi marrin parasysh kurse këtyre ja marrin. Qofse ka një prokurori që mi merr parasysh, hajde ti firmos. Mos më thret njëri. Çfarë konflikti keni patur ju me Noizin? Kam pasi konflikt që kam pas shah në mënyrë artistike, siç na shante ai ne. Dhe një ditë bukur më mbush mendja, jo dis, përveç disit dhe kështu nëpërmjet rrjeteve sociale. E njihni Noizin ju zonjë? Rigel Sirajkut. Po Rigel Ma Sirajkut. shpjegoni kuptimin e fjalës sharje në mënyrë artistike. Sharje nga rob të vlla. Qa s'po kupton ti? Shahesh nga rob, si që shahen parlament, këtë gju. Ju i ti e shane i herë, vlla? Atë kanë shane i herë? Ginjen. Levjola, ka ndonjë mundësi pajtimi me Noizin që të Po si s'ka mundësi pajtimi, vlla. Pra, ju... Unë i kam bërë thirrje dhe kryeministrit me më pajtu se ai e ka të vetin. Rama? Po, jo s'mu ka përgjigj. Keni ndonjë thirrje, ndoshta Noizi po na shikon edhe keni ndonjë thirrje për t'ia drejtuar atij? Sha thirrje. Mesazh. Kam thirrje që të vite gjyqi këtu. Mos na shysh seancat. Se unë sa kam fillu me projekte, po dal njet, se ai ka një 20 vjet që ha koncerte, kupton? Tani ka ardhur radha ime. Dhe të vi këtu, dëshmojnë çka ka për dëshmu, ti ke dhe unë punë time, e mos të vi prapë unë këtu se mungon ai, të vi unë prapë këtu, se herë tjetër do mungoj unë kur të vi ai. Kështu që të vi këtu, të përballet siç është për të përball, të japi këto intervistat që japun që thot pore, këto çka ka ndodh. A do gjejmë zgjidhje, as do gjejmë zgjidhje. Nëse kuptoj tani se çfarë po ndodh. Ti do vish të paraqitesh prapë sërish. Unë do vi, do paraqitem, vlla, se më thanë paraqitem, do paraqitem Edhe një pyetje të fundit. Po. Keni ardhur 2 herë në këtë prokurori, në kohën kur ka qenë prokurit për krimet e rënda, Po, dhe tashmë si është prokuria e posaçme. po. Rikthim pas shumë vitesh. Do të kuptosh ndryshimin na Po. si. Ju keni qenë i pandehur në këtë proces, tek procesi i Te krimeve të rënda. procesi i parë ka qenë se kam qenë Prokurori i Elizabeta. akuzur, po, për Parim Kolluri dhe Doloreza Musabelliu, i përshëndes profesionalisht. Atje kam qenë në një pozicion tjetër, sot jam në një pozicion tjetër. Kupton? Edhe kjo sot më duk shumë miqësore si seancë, edhe mu drejtun gjyqtari miqësisht
korrektësisht më pyeti për datën e ardhshme që mos kisha edhe unë problem. Pengesë. Edhe gjetëm një zgjidhje për datën e ardhshme dhe thjesht tani po iki me kokën mrapa se duhet vi prap. Edhe herë tjetër tani duhet gjej një veshje tjetër vëlla se s'duhet vi me këtë veshje, kupton. Edhe më kushtoi dhe kjo ardhja këtu tani. Kështu që kishe në një pyetje ti. Faleminderit. Jo, pse do të ndryshosh veshjen? Ha? Po nuk apo njehesh me. Po s'do vim tani me të njëjtën veshje si Nuk e vesh dy herë një. e vesh, po jo te kjo seancë, kupton? Do ta vesh, E vlerësoj si performancë. po. Qa mendimi ke për spakun dhe gjykatën e posaçme? Po shqyqyr që janë krijuar vëlla. Shqyqyr. Këtë opinion kam, mirë që i kemi. Faleminderit. Në pash.